Faza e dytë që kaloi pas disa muaj, Hosein ibn Ali ishte banorët e Kufës. Ja dërgojnë Hosein ibn Ali një letër dhe i thonë: të gjithë banorët e Kufës janë me ty, dhe tash për momentin nuk kena na besatim, nuk i kemi thonë besatim Jezid, dhe nuk kena as ken në Kufë. Për ata tash është momenti që ne të japim besatimin, si sa më shpejt me ardhë në Kufa, dhe ti mos gjollë dhe më përmisu një çështje dinit Allah, që i kemu pitë për Allah tanë, nëse këta nuk e ban. Hosein ibn Ali a ka dalë kundra khalifës? Hosein ibn Ali nuk ka dalë kundra khalifës, se Hosein ibn Ali nuk ka dhonë besatim. Kur kemi këtu, Hosein ibn Ali nuk ishte i pajtimit gjithashtu që e boni vllavi vet Hasan, që me ja dhonë khilafetin Muavijës. Me gjitha ta, ja pa dhonë besën dhe pa të hesh, pa tjetu në Kufa me banor të Kufë. Për këtë arsye, pas i vdes Muavija, Hosein ibn Ali nuk ka në qafën e ti besatim. Pa të pregaditet Hosein ibn Ali me shku në Kufë. Hapin e parë që duhet të banë Hoseini është të verifikon sa është e vërtet lajme që i vinë. Pa të zgjedh djalin e axhës e ti, Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, dhe dërgon në Kufa, se nëse është e vërtet si ma kanë dërgu letrën, one do të shkoj për Kufë. Muslim ibn Aqil niset me disa shok, i merr dhe ti gjithashtu në Medinë për Kufë. Në rrugë i vdes njani që ja tregon rrugë, dhe i dërgon letër Hoseinit dhe i thot: a ka mundësi të kthem, se rruga është shumë e vështirë. Hosein ibn Ali thot: jo, derisa të mrish në Kufë. Për këtë arsye, Hosein ibn Ali e dërgon këta në Kufë. Kur mrin ki në Kufë, zbret të i pari që zbret të Muhtar ibn Abi Ubej. Dikush thot: shumem na po na përmen, po na përzir. Unë e pi përmen një këto emna, se dikuj qeri duhet. Nëse si duhet gjematit të thjesht, i duen disave që i bojnë studime në këtë drejtim, për çka kanë lidhë shmëri njani me qëtë. Mirë po, kur shkon të Muhtar ibn Abi Ubejse, do të shofmi ndoshta pas Ramazanit, se Muhtar ibn Abi Ubej do të bëhet shia një ditë. Për këtë arsye mos u çudit se në këtë moment, kur Hosein ibn Ali zbret në ta, ka qenë i pastër dhe ajo fitne nuk ka qenë prezent. Muhtar ibn Abi Ubej, dhe do t'jetë njani që do t'i hakmirët a Ubejdullah ibn Ziyadit, mbytësit të Hosein. Për ata Muhtar ibn Abi Ubej i ban konakt përëndit. Mirë po eshe vetën se në rrezik me nejtë aj, e ndron konakin dhe të shkon të udhejci fisit më të madh në Kufë, fisit Murad të Hani ibn Urwa. E mirëpret Muslim ibn Aqil të dërguarin e Hosein ibn Aliut. Pastaj zbret disa ditë të Muslim ibn Uzgjel Esedi, dhe vinë banorët e Kufës 12.000, i mbushin 120 faqe me emra dhe mbi emra, dhe ja japin në nënshkrimin dhe besatimin Hosein ibn Ali, se ta kena dhonë besën, ti e khalifja jo. Para ta eja shpejt në Kufë. Kur i arrin krejt këto dokumente, krejt këto nënshkrime Hosein ibn Ali, pregaditët me shku në Kufë. Arrin lajmi të Jezid ibn Muaw,
se Muslim ibn Aqili gjindët në Kufë, dhe 12 vetë ja kanë dhonë besatimin, aj e dërgon vend Numan ibn Beshirit, që ishte kujdestar i Kufës, e ma Numan ibn Beshirin një fjalim dhe thot: o ju njerë, mos bani fitnë, se fitnët janë të dëmshme për musliman, nga se ato janë që derdhin gjakun e muslimanëve dhe i përçajnë musliman. Me gjitha ta, thot, përderisa nuk e ngrit një shpatën kundra nesh, na nuk kena guxim as të drejt që juve që ngrejmë shpatë. Disa i dëshkujnë letër Jezid ibn Muavijës, se Numan ibn Beshiri shumë but ashtë duke usil. Pata Jezid ibn Muavijë çka ban? E transferon Ubejdullah ibn Ziyadin prej Basrës në Kufe dhe shkarkon Numan ibn Beshir. Numan ibn Beshir, shoku i pejgamberit Allah, Ubejdullah ibn Ziyad prej Basra transferohet për Kufë. Pasi 12 vetë ja japin nënshkrimin dhe japin besën, këto të cilët ditën e Ashurës sot e morin dhe e rrafin vetën e tyre në gjohë. 12 vetë prej tyre ja kanë dhonë besën, e ka ardhur dita Muslim ibn Aqilin e kanë lënë rrugë vetë. Mos kishten një plak me strehun shpinë e saj, Muslim ibn Aqil është lënë në Kufa vetë. 12 vetë ku janë? S'janë